mund të përcaktojmë se kënd ata mundet me vendosë për nënkryetar. Ne sot dëgjuam edhe kryetarin e Partisë Demokratike, i cili tha se për herë të parë po e pranoj që ne nuk do ta votojmë asnjërin që ka qenë pjesë e qeverisë Kurti 2. Pra nëse ne shkojmë dhe ndrojmë kandidatin, do të ketë prap një lojë, sepse partitë opozitare nuk janë të gatshme për me gjetë një zgjidhje. Ata e dinë që nuk do të arrijnë të kenë sukses, sepse ne kemi konstatuar edhe themi edhe një herë që në momentin kur konstituohet kuvendi, ne do të kemi votat për me votu qeverinë. Pra partive opozitare nuk pjo konvenon kjo gjë. Në anën tjetër ata vetë nuk kanë arrit në një marrëveshje cila pra nuk i kanë numrat për me kriju një qeveri, nuk janë gatshëm as të shkojnë në zgjedhje, pra nëse konstituohet kuvendi tani mund të ketë edhe një vendim për të shkuar në zgjedhje, dhe të shirojnë ta mbajnë kështu peng, në mënyrë që të kaloj kohë dhe këto të stabilizohen. Për shembull LDK-ja është si parti është në një gjendje të rëndë. Në çfarë aspekt? Ka përçarje brenda partisë. Kush është i përçam aty? Po ne kemi pa edhe publikisht, edhe ka pas deklarime, po edhe deputetët e thojnë kështu në grupet të mbylluna që ka përçamje thellë për shkak të problemeve që ndodhen me votat e diasporës, për shkak të manipulimeve. E kanë thënë edhe publikisht, edhe thënë në grupe. Me situatën aktuale? Po, lidhet me situatën aktuale, sepse LDK si konvendon që të blejë më shumë kohë që ta stabilizoj gjendjen brenda partisë së saj. Prandaj asaj nuk i konvenon as që të ketë një qeveri me shumicën pra që udhëheqet nga kryeministri Kurti, e as të shkojmë në zgjedhje. Pra i konvenon që ta mbajmë pezull dhe del me ide, cilat thotë se janë ide kreative, pra e vlerëson vetëm për kreativitet të lartë, me ide cilat janë, i takojnë, si themi shteteve cilat dalin pas luftës, kanë konflikte brenda, ka ndodhur ndonjë skandal i pa përmirësueshëm dhe vendi duhet shkojë në zgjedhje, dhe në atë formë, atëherë krijohen një lloj qeverie gjithëpërfshirëse, edhe hecet tutje deri në procesin e zgjedhjeve. A s'keni hise në këtë situatë, sot i patët 55 vota për komision, deri në 57 keni shku për zonin Haxhiu, ju duhen edhe 4 vota. A keni arrit të keni këso matematikash potencialisht, të siguroni edhe 4 për ta kaluar këtë fazë? Ne kemi kërkuar që me ndru mënyrën e votimit. Kemi kërkuar që dalim edhe të votojmë nga votimi i hapur në votimin e fshet, por partitë refuzojnë. Kjo për shkak se nuk i besojnë vetë deputetëve të tyre, për shkak të përçarjes që ka LDK-ja dhe për shkak edhe të dallimeve që janë brenda grupit parlamentar në PDK, ata nuk i besojnë deputetëve të tyre se mund ta votojnë kryesuesin e kuvendit, dhe në momentin kur votohet kryesuesi i kuvendit, kemi konstituimin e kuvendit dhe duhet të procedojmë tutje. Ne çfarë po insistojmë është që të respektojmë rregullat, të respektojmë procedurat që deri më sot janë respektuar, në mënyrë që të mos krijojmë precedent të rrezikshëm që në të ardhmen të keqpërdoret kjo. A keni kriju precedent duke e propozuar ndryshimin e formës votimit në mes të procesit, në seancën konstituive? Po, ajo nuk është ndaluar. Nuk është ndaluar.